Siguria e kufijve dhe raportet me Serbinë qenë dy nga temat kryesore të takimit. Një ditë më parë në Francë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti u prit nga presidenti Emmanuel Macron. Në takimin që zgjati rreth 2 orë, Kurti foli edhe për ngritjen e kapaciteteve vendore mbrojtëse për sigurinë e vendit si dhe integrimin evropian. Ish diplomati Albert Prenka i vlerëson se ky takim u mundsua pas heqjes së masave ndëshkuese ndaj Kosovës nga Bashkimi Evropian. Dalja e kryeministrit Kurti në komunikim në komunitetin ndërkombëtar u bë përmes rrugës së Champs-Élysées, pra përmes Francës, e cila pra e shpërblej në këtë rast kryeministrin Kurti me një vizitë të rëndësishme të një shteti të rëndësishëm të Bashkisë Evropiane, i cili mund të jep edhe dritën e gjelbërt për procedimin e shumë proceseve që kanë mbetur. Prenka i tutje thë se hapi radhës mund të përqendrohet te asociacioni. Pra do të vazhdoj, unë pres që të kemi vazhdim të negociatave, cilat do të jenë temat që do të preken në të ardhmen. Unë besoj që fillimisht do të jetë prapë trysnia që Kosova të kryejë obligimet e saj ndërkombëtare dhe shtetërore. Ndërsa analisti politik Adrian Zeqiri vlerëson se diskutimi mbi sigurinë lidhet me veriune e vendit ku më herët ka pasur tensione. Dhe se prej anës së Bashkimit Evropian dëshirojnë që të jenë të sigurt, që nuk do të ketë tensione në pjesën veriore dhe kërkohet prej Kosovës që të ketë një kujdes në hapat e saj. Në mandatin e tretë, kryeministri Kurti sipas analistit Zeqiri po shfaq interesim të bashkëpunojë me BE-n. Zoti Kurti, kryeministri, në këtë mandat është interesuar që të bashkëpunoj më shumë me Bashkimin Evropian. Kjo është po në disa hapa, duke përfshirë edhe pranimin e dokumentave të lëshuar prej institucioneve paralele, themelimin e komunave në veri të Kosovës. Një ditë para këtij takimi, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pretendoi se Kurti do t'i kërkonte Macronit që prezenca e KFOR-it në veri të zëvendësohej me FSK-n. Këto pretendime zyra e kryeministrit Kurti i vlerësoi si pjesë e një lufte hibride dhe speciale kundër Kosovës.